DJs. Yeah, boss is zigzag. Ju përshëndes. Sot jam në një vibe fantastik sepse jam në tokën time ose në atë fushën time që unë vdes në zhanrin e muzikës në art. Pse do thoni ju? Sepse jam këtu me Ingrid, që është një muzikante me të gjitha parametrat. Është një këngëtare, është një talent, është me një vesh absolut. Dhe kam kënaqësinë më të madhe që të bëj këtë puntat me një talent të ri, me një vajzë kaq të re dhe me kaq të formuar në fushën e artit. Atëre Ingrid, ja ku je. Faleminderit. Zuar për ardhjen tënde. Faleminderit. Dhe të uroj vetëm sukses. Faleminderit shumë. Ishte prezantim shumë dinjitos, shumë faleminderit. Pëlqen? Shumë. Jo, ajo është e gjitha ajo që mendoj unë për ty. Thank you. Si je si karamele je. Po. Kur fle gjumë. Por është një karamele që pickon, është Le mos i themi gjitha. Ingrid. Gjithmonë jam shumë intriguar ndaj humorit tënd të tjerë. Ti më duket je nga një qytet që unë kam dhe unë një pjesë prej ardhje. Ke një dell. Një dell. Që është dhe qyteti i artit Shqipëri, që njerëzit besojnë duhet ta kuptojnë për çfarë po flasim. Mund na tregosh pak? Për Shkodrën? Për gjithçka. Nëse unë duhet të flas për Shkodrën, duhet patjetër të flas në gegnisht. Gegnisht ku ta gjej? Mos tani kush më vërnesh. Mos më tani më kush. Pritet zot më vërnej për çka diskutim. S'ka vërtet. Shkodra është dashni në vete, Shkodra hanbuk në vete, thojmë ne. Kam linë aty, jam rrit aty, jam formu, gjonat e para që kam mësuar edhe për artin, edhe prej familjes. Nuk ka një familje shkodrane që nuk mledhet edhe nuk e din dikush një instrument ose nuk ulen në për tavolina për me festu edhe për me knuton bashke, për me vallëzu. Kështu jam rrit. Jam rrit në një familje që e ka ndosh gjithmonë artin edhe nona jeme ka kanë në atë kohë, ka kanë aktore edhe këngëtare. Po, nga koha që ka qenë atëherë, nuk e ka vazhdu, po e ka transmetu të unë. Sakt. Unë kam një mendim që Shkodra është pak a shumë si, po themi, si italianët. Italianët e artit, që mos të ngatrohemi. Po. Edhe ka të për shembull Shkodra çdo gjë do art brenda. Për shembull ti japësh një shkodrane të bëjë një gjë pa e bën çik në mënyrë artistike se bën dot. Patjetër. Dhe kjo është ajo. Unë kam lind në Tiranë. Babain e kam Shkodran. Por qym fillimet e mia dhe ai, domethënë ka synu që duhet patjetër një vegël muzikore ta kishim. Është ajo kultura shkodrane. Është kulturë, e kena tonë. E ka çdo familje. E duan se s'bën, e duan ose ke piktura, ose ke fotografia, ose duhet gjithçka, duhet gjithmonë diçka që të lidh me artin. Që të bëj atë zemrën, themi, artiste. Po edhe ti më kupton mu. Në momentin që një person mundesh me fol me një njeri që ka marrë me art dhe me një njeri që s'ja ka ndoshta fare idenë e artit. Ndryshe është, ka edhe inteligjencë emocionale pak më të madhe, është shumë ndryshe. Shumë ndryshe, i kanë shoh shumë. Artisti ka një shpejtësi më të madhe të perceptimit dhe kjo e bën ndonjëherë që të bëhet edhe problematike. Se hapëm të te. Pse ma bën këtë gjë? Ingrid,
Do të themi gjë, është ekskluzive, komplet, është ekskluzive. Big up. Atëherë, përveç humorit që bëjmë, do të japi lajm ekskluziv. Hajt një. E-Vision, që unë të kam thënë gjithmonë Po. që është me fotovoltaike, energji, Po. bioenergji, kursimtare, të gjitha, është në Shqipëri, absolutisht në Shqipëri. Më në fund, nuk e kemi bërë. Amazing! Amazing! O, zot! E-Vision the best! Një shenjë horoskopi shumë e rrezikshme. Është kafsha më e fortë Give me e a grrr. kryllit. Give me a rar. Do më thënë, e kemi një luanesh. Po, Luan. Më trego pak. Luan. Luan xhungle. Luan, po nga që je vajzë, them luanesh. Shenjë horoskopit njerëz është luani. Por kjo është një luan i frikshëm. Wow! Të ha. Sepse sa aq shpejt i percepton gjërat dhe ka një gabim që do t'ja them unë, po do ta thot dhe vet. Do ma thush live para gjithëve. Po është gjë Do e më bukur. denigrosh figurën e pastër që kam krijuar. Është një gabim i vogël fare. I vogël është. Po, është një gabim i vogël, është vetëm ajo që do të doja unë që të kam thënë gjithmonë se të kam shumë dashuri, që le dhe të gabojnë njerëz. Ti nuk le të gabosh, ti je shumë precize. Si di pse më vjen. Po pra, është ke kjo, pra ke pjesa... Është ka të bëjë edhe horoskopin, fakt. Po, është e kënga, ma ka thënë dhe horoskopi. Pra ka ditë diçka i ti shkruti. Po ajo vazhdon kujdes burr. Po ta drejt. Kjo s'kishte lidhje me më fare. Do na japësh çik vibe se kjo vera ka filluar me kalun në ato damat e gjagut. Do na bësh një vokalizëm për qeftën, një pjesë me pak piano, Do e po bëj. tjetë ekskluzive jote. Do e bëj për dashurinë, do e bëj. Çfarë të duash ti? Një nga ato coverat, një gjë, çfarë të kesh qefti? I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2 or 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling in my pride. Got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so
Bravo. Me qenë në një mund. Me kanë shkodron tani ban. Mos të një kush. Mos tani kush, po ta morsha. Vetëm një gjë se bon, po nuk e themi. Si mendon, Shkodranët, meshkujt Shkodranët, Meshkujt. janë Jas. besnik? Sa po dosha me thonë diqa, po E thë. meshkujt shkodron janë cop për mendimin tëm, po. Mo! Ja. Jo, janë shumë njerëz të mirë, jo se mos keq kuptona. S'ket më Çuna. expuls. Expol kështu, imediat, të mba me hinë Shkodër me pasaport. Jo, janë shumë çuna të mira kështu, Po, po... Ti s'ke pa më keq që është për shembull Kërresin, masu i para kishtë. Jo, rëthja, po të shosh për shembull po themi grekët, shosh italianët këto, shkëtarët janë shumë të mirë, më. Pastaj ato fjalë të ëmbla që i thonë, e kanë si poezi. Shpika mu, është e këtë dekun. Po mashtrojnë i thonë kratë. Po të pëlqen ai lloj mashtrimi, po jo shkodranëve. I pëlqen. Mu jo, se e baj vetë. Ma ta morsha 2 luonë një shpiz vën. Po, Ja, edhe s'banc. kjo është problemi, e di. Prish punë. Se unë historikisht i kam njoft edhe vajzat shkodranë dhe djemt. Djemt shkodranë janë më të preferuar marrim jashtë Shkodër. Ama mrena Shkodër, nga që gocat ja din shumë mirë se janë rritë me ato punë, ja din ato lajkat ato. Ja, po kur fillojnë të hongë shazam. E pra se kanë atë kolorin e fjalëve, e kanë shumë të bukur, se gegnishtja më e bukur e Shkodrës është. Po. Edhe Po. kështu. Është si muzikë, është si poezi. Është e vërtetë pak. E kisha dosh shumë që kur të bëj këngët e mia me fut pak gegnishtën e Po Shkodrës. s'bën. A shumë e Pa veçantë. diskutim fare. Ajo është shumë bukur, po të Shkodrës. Shkodrës. Po tani unë kam qenë një herë në Beograd edhe mrena në Beograd në një klub veshin muzikë shkodrane, do të thënë ishte e habitshme. Po këngët jare tona janë fantastike, Po, pra. këngët e vjetra shkodrane janë Edhe fantastike. ato janë pura. Po. Edhe kështu. Atëherë do të thoja vibin që ndjej për shembull kur hypin kalan e Shkodrës dhe shikoj për shembull gjithë atë panoramë që nuk e gjen garant, nuk e gjen asnjë në Askund. botës. 2 lumuj që bashkohen, një liçen gjigant, deti, Ta tham një histori. fusha, mali, ajo është një perlë, do të thënë la perla I de kena natura. tana. Po, E ke gjitha, lumin, gjitha. ke liçanin, ke detin, ke Po jo i malin, e lumë, ke duket se tana. janë ja 4 lume, se është buna, Kiri, kiri, buna. drini, di që janë ja 4 lume. Janë. 4-5, nuk e di. Po është ajo quhet si Latera Promesa, do të thënë Po, si e tokë vërtet. premtume. Një italian që ka qenë me mu, sinqerisht është shoku kur e ka pa nga lart, sa ai ka një shumë vizion dhe ka bërë gjithë botën dhe tha gjë si kjo nga natyra, unë nuk kam pa në asnjë vend. Se mund të kesh Është e një vërtet. det të bukur, një bregdet të bukur. Po, jo të tana, jo Mund me i të gjetë ketë, të tana jo me një vend. pas edhe detin, edhe 2 lume, 3 lume, me pas dhe një liçen gjigant, edhe një natyrë, aty është mali, aty është fusha, e kupton? Kjo është gjithë. Unë ideja. kam ustu shumë prej festivaleve të ndryshme që kam marrë pjesë kështu, edhe ka pas një periudhë që kisha kohë po shku në Shkodër. Aty e. E kur aty shkova ta jep. aty e kupton tamam. Sakt. Se sa mall ke për vendin tanë, sa mall ke. Ndoshta për asnjë njëri nuk të merr malli, e për vendin po. Vendin Për tonë, Shkodrën e po, kuptoj. domethënë. Shkodra është Shkodër Loca. Është Shkodër Locja feks. Po, Aty të flen shpirti. ashtu. Aty mund të marr frym lirisht. Në asnjë vend tjetër të botës, se ta konsiderosh që kam lëviz bajagi.
Bajagi. Ndoli për shpirt. Bajagi. Shikoni sa emocionohet kur flet për Shkodrën. Por është një shejtan i vogël. E mirë, shumë e mirë, po është një kështu Lejna Cake. Një grinavece që se ka shoqen. Jo. Është një shushunjë që të pi deri në gjakun e fundit. Edhe kështu. Ne jemi për herë të dy. Sepse unë bëj gjithmonë atë rolin e atij babait. Por që unë se bëjmë asnjë, po pse me ty? Është muzika që Muzika e më nxit që të po edhe e meritoj gaz me ta thënë drejtën se mik truni ka herë. Ç'a thon? Gjithmonë ke drejt. Unë që kam drejt kam. Por gjithmonë ke drejt. Edhe jam kushente. Dhe asë që diskutojnë. Mirë, më trego pak. Dakord, ishin nxitja jote, ishin ato. Instrumenti jot që ke pas të tëndin, po më shumë të kanë nxit edhe familja mendoj. Në gja, a din si ko kanë puna violinës? Se instrumenti parë është i frikshëm, edhe unë e di që më kanë dhënë instrument parë, fizarmonikën. Edhe nuk i rash asnjëherë. Të shit shof, nuk ka se je fiks për fizarmonikë, je fiks. A, kështu me bosi. Po. Shkon. Wop dak, digidak, ringitak. Nice. E shoh vizionin e kam para. E kallau që jam shumë i shëndosh. Gjosi ishte puna tani. Unë isha në kopsht në klasë parë. U futa në klasë parë, isha në kori, shumë mirë, mësuesi i muzikës, më merrte si soliste. Edhe i thoshte mamit, "Muj ka shumë zë të mirë, ka vesh, fute një instrument se e ndihmon." Se ti e di që instrumenti normalisht të ndihmon. Të ndihmon në intonacion Po, sidomos. shumë. Edhe i ndihmon e gjitha, fute o për violinë o për piano. Mirë sa mun mami, dua piano. Mirë tha mami. Kemi zyshën, tha, në pallat të violinës, ta, shko këtu një herë, pastaj pianon kismet. Unë mërzita, unë e thasht, hajt, ta provoj një herë violinën, se po e fillova violinën dhe jam e mirë, do më fusin edhe në piano. E harrun fare. Prindit e kësa gjigandës, ta dini, edhe unë kam një histori tillë. Më donën me ma fut se kishin bë grup me kushërin, do të quhet e Gjajes, edhe njëri çun hall dhe çun Gjaje, njëri kishte të gjithë Shkodran këta familja. Po normal. Njëri ti e kishte pastaj thonë njerëz të mirë, ja ta një fusin. tjetër ti Jo kishte ti ta jazzit, fusin. edhe mu dojmë me dhon fizarmonikën. Dhe me një plan të lezetshëm kjo fizarmonika ashtu po gabun në një stil, në një gjë. Se profesorin që ma sollën, ai ishte dy të bardha i xezë, ke parasysh ishte nga këta. Edhe fillon ai të ra, unë sa gjë që s'pëlqeu fare. Edhe se kam prek shiko pian i kam rënë, se kam rënë dhe lice pian sekondare të tjerë që ka qenë detyrueshme. Por fizarmonikën mund t'i bi fizarmonikës, po fizarmonikën e ka ngel ajo si traum. Po, si traum. Dhe pastaj u futa kitarës vet. Dhe ishte kitara ishte vegla ime në kuptimin e saj që organikisht më pëlqente. Edhe kështu. Por ti me që kishe këtë pianon, që ta dini këtë pianon e bardh, është blerë vetëm për këtë gjigande këtu. Sepse një ditë bukur, do na bën një muzikë shumë të bukur, një këngë të çfarë them, shumë emocionale. Tha, kam pa një kitarë të bardhë, kështu një piano të bardhë dhe aq më ka pëlqyer piano e bardhë kështu dhe ne pa i thënë fare. Kemi mikun ton që ai është i apasionuar muzikës, që e përshëndesim shumë. Por nuk do t'ja themi emrin. Ai tha atë pianon do ta realizoj unë për dhurat, ta ketë që gjithmonë kur tjetë ajo në zigzag me gazin, t'i bjeri vetë pianos për qef tënë dhe të knaqet. Dhe jam emocionu shumë kur e mora vesh. Po. Se prisja fare me të drejtën. Po, ideja e pianos bardh ka qenë e jote. Do qaj tani. Është, edhe unë, do më thënë shiko, jam, hajtë.
Edhe kështu. Jemi që jemi. Na të bëjmë në gjë kështu, në gjë të dy bashkë? E bëjmë. Qa do bëjmë? Një malanake. Ja, këtu tani mikët e mu, fillove dialektin tënë, se mu janë veç qatë, po. Shpresoj mos më ke sharë. Zudja do kartolla, do montarta. Mullatorta ti kupton mërë burri dhe? Jo, unë mëj. Pa ja më ta mosha, mullatorta, më shumë kap me këto gjone të vugla. Qkeme mu, mëj. Pa ja, po ti që më the se mora veç të se jerë. Malanake është valle shqiptare e Shqipërisë mesme. Për shumë, kur ti është në një dansën, ti do të thonë, gocena, kap në një malanake. E përësysh? Jo ti sa mund kap e vetë. Po, më djerë ato... Ma ndronë mu menën, ka mundë si, Nuk i ndronë me. Nuk e prish artë në vetë për asnjë gjë. Po ti ishte ashu? Ti ishte ashtu, që s'kishim bo? A din ku kisha kerit, ndosëm. Po, ndosëm. Ta sham se mër burë me Po ç'ke moj, po pëlqen moj. Tash ndoje me anë. Pëlqen moj, mje bëshu vibe që shu dhe. Vibe? Vibe, gazi, vibe. Po mirë, më e thash në italisht. Pak international, e E thash kupton? në italisht, si shkruhet në do. Për shembull, I'm amazing. Thuje pak I'm amazing. I'm amazing. Ja, amazing. Amazing. Amazing, ha? Edhe me këtë dorën kështu. Po. Shive? Kapë. Okay. I'm amazing. I'm amazing. I'm amazing. Ha? I'm amazing. I'm amazing. Ooh, wow. Oh, wow. Unë si jam Luan, unë jam ujor, jam që... E shumë nice. Nuk e di, ndash na kuptojnë, ndash na mos na kuptojnë, jena në rregull me veten tonë. Mu do mikin ca followers, po s'ka problem. E di, edhe kanë filluar me mik. Nuk e di sa pa mëshirshëm. Na kanë na. Di pse? Jo, e kanë këtë që po na bëjnë janë gjëra kështu s'bëjnë në shert, kapen për flokësh. Po hajde më kapemi. Kapemi. Ja prit se kam sjell Kapu micën. njerë, se unë i kam flok të reja. Kam sjell micën këtu. Ke kisi? Micën. Jo, shpresoj mos ta kish bërë. Ja tani do i mica këtu. Jo, për zotin. Që se sa me më posi për lambadorit, më mirë mos e bjerë. Jo. Jo, se... Po pse ti, mica është... Macja. është Luan, po. është gjinia e Luanit. Ashtë e vogël shumë s'marrë më në atë kategori. Do mic mollë. O tigër o s'ko. Ishte një mic macës. Gegët e kuptojnë dhe Shkodan, po e themi që ta kuptojnë. Veç 100.000 banor. Edhe kështu. Po mirë... Ja, e kam fobi, e kam të merë. Ashtu, ha? Po. Kur qof në piano këtu, e di qa më sjell një këngë time që të përshtatet shumë. Do ma këndosh? Do ta këndoj. Hajde. Po, e ke vërtet, e pranon, do na ikin dhe ca followers, sa? Po s'ka gjë, pa burë se pa burë jemi. Po e bëj me kitarë. Shoh profilin tëm, ti mbi piano qëndron, melodia të vjen, se ti muzikën adhuron, melodia të vjen, se ti muzikën adhuron. Ç'po mundo jo se di kjo veç fantazi dhe pra është e qeshura jote që mund
nga ky vibe tani. Dhe pra është e qeshura jote që më nxjerr nga kjo gjendje tani. Me dikën në gjanë Me këmë gazon. dhe unë përhumbem e qeshura jote mbi tastje. Më zgjon e qeshura jote mbi çdo not. Më zgjon Wow. Wow. Sa i shkon kjo këngë se vajzë? E di se është hera e parë që më dedikon, Dikush një këngë? po, Sepse gjithmonë i ke dediku ti, ke knu ti, ke në bot ti. vërtet, se kanë meritu fare. E pra, hajtë ta kthejmë gotë për vujtjen. Jo, për këngën, Po, që me dedikove ti mua. mirë për këtë, okej. Është totalisht të këngë, edhe kur ta bëjmë, që do e bëjmë tamam, ka shumë mundësi që ta kënoj bashkë me këtë yllin e bukur. Me mezi. Mos u rezervo fare. Jo, fare. thuaj si- Që të ma fusin blok gjithë. Jam të u siguru deri në sekondin e fundit. Hapim tjetër Instagram, që të bëjmë? Po mi unë ndryshova flokët, do ndryshoj edhe identitet, që të Po bëjmë. pra, që të bëjmë? Pastaj nuk e din që e ti, edhe le që tani, ata që të kanë natë djerë, ata do të bëjmë follower, se ata nuk e din që e ti. E vërtet, edhe ato që më kanë inat, dun të dinë se qa po bëj. Është dhe kja. Ne shtrëgojmë zë, e Jo, mbajmë fare. tu, gjithë bisedën. Yes. E kemi vetëm personal për veten. Edhe kështu. Po tani, më thuaj pak, njohësh ti të bësh i gjetë bukur me violin për mua, për shumë? Unë do i bje akordeve që do ti. Do e bëj gazi, po E që di ta që dish, violina e di. që ta dish, jo, mos keq Thuaj kuptojmë. çik, Unë çka violinën e du shumë, Po, por e du kur e du unë, po pra. jo kur më imponojnë të tjerët. Po pra tani. Tani për shumë. Por për ty do. Kam një luan në shtëpi dhe ta gjej vibe-in. Pikën. Mi gjentelat. Është Do e bëj. marrë, do bëjmë një gjë? Do bëj një Mm. një tip coveri. Ose bëj vetë, po. Jemi 3, 4. Po, nuk e kota ajo muza e muzikës. Thank you. Thuj vetë që e tani këshu në këto fjallet Wait, ku jam? spanjisht, anglisht që e në to.
Marr violin kështu. Ah. I'm amazing! Qa qeri vogël është. Qilimi. Edhe kështu. Po, si ndjesh tani, do më thënë që je përkushtu muzikës? Sepse je goxha fort me muzikën. Gjokazi. Në qoftë se unë kam pas një pasion ose një qëllim për jetën, ka pas të bëj vetëm me muzikën me asgjë tjetër. Tani po flas seriozisht. Po. Se dia më shkon seriozitetin do pak. Mirë, janë të gjëra që edhe unë realisht, kur folqa dikur për muzikën, isha njeriu më diçka në debillik, do më thënë, filloj akshtu që... Po, qoj njerëzi, qa thot ky, qa po, ky seriozisht e kak. Pasion e kështu. Por që muzika vërtet, kur ti e bën muzikën, kur ti e ekzekuton muzikën, muzika vërtet të fut në atë... Ka një botën e aftësi saj. muzika, ka një aftësi arti që te unë, po them, në brendësi time që asnjë person nuk arrit do të depërtoj. Asnjë njeri, domethënë, përveç muzikës. Muzikën e kam pas aty për të gjitha rastet. Edhe unë s'jam ingridi pa muzikë, pa art. Nuk Do të thënë, dikush që duhet të doj ty, njëkohësisht, duhet doj muzikën tënde. jo vetëm artin tim, artin përgjithësi, të di. Shikon, Të- po tregojmë të se ketë. sekretin që si ta bëjmë Ingridin të ndjehet mirë. Ka dhe një gjë, kortezinë ka shumë të rëndësishme. Do pa tjetër që diku ku të shkoj, sepse është ajo shkodranja brenda vetes, do verën t'ja mbushin, nuk mund t'a mbushin kjo, vendi duhet të jetë i rezervuar. Po pse? Jo, mirë, shiko, vajzat që kanë botë kështu e dun, por nuk duhet të jetë kjo arsye se sot jemi ndryshe. Duhet Të lutem mos më fol për barazi gjinore se nuk jam dakord. Jo, fare, nuk okay? jem, ua, Jo, unë nuk e di se kush e shpiku. këtë, po jo mos ka që, se kisha fare këtu. Jemi ndryshe në një gjë tjetër, më dëgjoj mua. Jemi ndryshe që gjërat janë çik më praktike, janë çik më, do të thënë ka ik pak ajo sharmi, po themi kortezia. Po, gazi, po unë nuk jam dakord me këtë pjesë dhe nuk më pëlqen fare që është normalizuar shumë kjo pjesa. Mashkulli duhet të jetë gentil, duhet t'i ketë këto. Ma thuj çik, më fol që si duhet të jetë një mashkull. Nxirr çik ato. Qa i bëra vete që mu desh mu mbille këtë gojtë, kam të 100 herë Ingrid smervesh. Nxirr pak nga ato intrigat e tua, po ndërkohë dhe se thell ti je një gjë e butë, një gjë e dashur, një gjë e mirë, por jashtë je kështu me thonje këto. Kam ca mure unë që I ke ato? që i kam, edhe i kam të larta shumë. Ndonjëherë aq të larta sa kam frikë dhe unë ti kapërcej. Unë jam koshente për këtë pjesë. Por? Po t'jetë një djali fort që mendon që s'ka problem, të muret i plotësojmë edhe do ishte, I rrëzojmë. ai është ai që duhet. Po. Po e ke shumë domosdoshmë, po mirë, më ja do një djalë, e do. Po. Ai nuk kupton nga këto gjëra, po ka shumë gjëra tjera të mira. Po. Ti, unë e kuptoj, ti do thoje jo. Jo, nuk do thoja jo. Po si do thoje, pa? Gazi unë dua shumë bukur. Po thjesht njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë. Po si ta bëjnë ata tani? Nuk janë gjithë artistë si ty. E pra, s'ka dalë akoma artisti. Qa të bëjmë? A të gëzuar për artistin. Do më dehesh, Po do pi më bësh. pak me pjesë. Do më bësh të flasë e lloj këtu. Është ve e mirë shumë. E mirë shumë të zë me 2 glënka. Sa e shishmesht. Shumë. Unë e gjetët të verë, më duket se ishte ajo që e kisha aty unë. Me qa rrushi është bërë kë? Ky nuk e di me çfarë rrushi është bërë, po besoj që ky Me është lot. ky jo është hyn ke kaberneti. Është diçka se është pak më i afët. Me loti është pak më i Po. ëmbël. Edhe me loti është i mirë, po ky duhet të jetë kabernet. Gjithsesi, ikim, se po u futën ke vera, duhet ta bëjmë kështu pastaj.
Ku e kemi tapën të ndjeva. U di i ke të rëndësishme këta, ro. E pra, Do të shkosh ke boti verës atje dhe t'jenë Po, kjo e të 1400, kjo e degustime. 1200, po. Dhe do të në Francë. degustosh, e? Po, shumë, pëlqen shumë. Po si të duk? Unë duk Pëlqen. shumë e dashur si verë. E dashur, ë? E dashur dhe athët. Fiks për muzikë. Të bën të shkruash, të krijosh. Po. Ta bëjmë një kështu për gotën e verës. Një këngë. Ë. Të Po bëjmë. do më shoqërosh me piano. Po. Pianon e adhuron, kështu që shisa shpejt e hapi pianon. Po direkt. Është dhe. Veç mos më Po e thuj. di çfarë do dua, ve një regjistër violine. Ja të bëj strings. Po. Bravo. Super, ja. Jemi Atëherë, gati. po ta bëj me kitarë të bardhë që të kombinohemi apo? Po, normal. Apo jo? Jemi të kombinuar të dy? Apo s'ka gjë, me që kemi violinë, kombinon me violinë. Akustike. Po. Në si minor. Ja t'ja ulim pak fare, zërin se. Okay? Ne jemi në ambient shumë gazmor, një pub, gjithë njerëzit janë të kërcyer të bë, po unë jam vetëm. Po çfarë do t'i vetëm? Po sepse për momentin jam larg. Atëherë çfarë më duhet? Marr një gotë verë dhe gjithçka më sjell tek ti, harroj se ku jam dhe shijoj këtë ndjesi. S'dua kjo natë të ketë mbarim, i zhytur në këtë gotë, unë notoj bashkë me ty. Por jo, për kjo ndjesi mbaron, në gotë unë shoh veç zbrazët ti. Por jo, për kjo ndjesi mbaron, në gotë nuk shoh asgjë nga ti. Wow! Ja, bëm dhe verës një tekst. Kujt verë? Botës verë. O ti mos aty vera. Cheers, bra. Për gotën e verë. Ta pim ato që kemi brenda në verë. Është interesante sepse njerëzit nuk e kuptojnë shumë mirë muzikantët. Ose Si kuptojnë fare, jo mirë. Në qoftë se është- nuk e ke një del artisti diku brenda teje, nuk ka lidhje që të dish instrument pa tjetër, ose të marrësh vesh thellë. po jo, mund t'jesh edhe në Po, mund t'jesh artist që e shijon. Për brenda, po. Hajde, po mos e do bëjmë si do bëjmë. Do shtim do këta 1.000 vjet të fundit që ne kanë ngele, Po. dhe pastaj bëjmë si të bëjmë. Pastaj Ta kesh siguro që është mirë. është mirë, Po, suti, po, mbas 1.000 vjetësh jemi të sigurt. E sigur. Po. Unë aty gjithallin aty e kam, jo. Ke Tani. 1.000 vjeçare tjetër. Po. Po aty jemi Si do bashkë shty jemi, unë? me imeni jemi. Mirë, okay. Atëherë nuk as ke nevojë fare ti bish violinës, pianos se këtyre mjafton ta mendosh edhe del vete. Imagjino të njeriu. E di cili instrument më ka ngel pa mësu që e adhuroj kështu më shumë se piano, më shumë se violina, më shumë se Çfarë? gjitha. S'ta kam thënë asnjëherë më E po? Është ekskluzive kjo. Po, është Një big harpa. up, është ekskluzive. Është harpa. Është shumë hynore. Më mrekullon, domethënë. Është një mrekulli. Sidomos vajza me harp, Është shumë e bukur, është tingulli më perfekt edhe ajo është amazing. është amazing, është ajo jam edhe unë. Edhe vera, shiko, edhe vera. Edhe vera. Po moza?
këtë mozën se një. Okej. Mirë. Atëherë, unë them kështu, që njerëzit do na dëgjojnë, do thonë këta janë të lutmenç, se janë rregull. Ç'është kjo tani, njerëzit janë 100 hallë 100 gjona, këta merren me ndjesira, me romantizme. Këta kanë 12, do thonë, ka ja fusi një tralala. Po e din këto që kena bë bashkë? Që bashkëpunimi? Nuk e din, as nuk janë gati akoma. Si është. Më thuj qik, si e ndjen atë këngë? Gazi, me ta thënë drejtën, Ma thuj drejtën. troq fare. Mo fare. Nuk e mendova në fillim, nuk e mendova që do dalja ashtu. E kisha një lloj vizioni, një lloj koncepti, po thash, hajt, e kupton? Pastaj kur u futa në mood, se është me mood, ajo është me gjendje. Kur futesh në gjendje, as vetë nuk e kupton ndonjëherë se si mund dalë një melodi. Ti e di vetë, ti krijon. Nuk e di se si mund dalë. Po pastaj kur mblidhen disa koka bashk për të krijuar dhe del diçka, patjetër që do dalë diçka shumë e mirë. Kur gjëja bëhet me pasion, jo me përdhuni. Ty ta dha atë? Ma dha, normalisht, përderisa Saktë. Përderisa kam futur të zërin tim aq. Edhe ishte hera parë di singela, se njerëzit do e dëgjojnë. Po mirë, s'ka gjë bukur është që e ne e themi. Për shembull, kur u futëm që po e punonim gjën bashkë me Antonion, Antonio. Hola muchachos. E di singela. Gela thash, po ti o koc, ku je? Po mos harojmë gjë. Ku je koherma? Unë kur e kam taku Antonion, sinqerisht kam thënë, do më thënë, ai ishte njeriu më i dur për të punuar për muzikë. Është fantastik Antonio. Muzitet kur... Jo. Por ta bëjmë pak kështu, direkt, e gjen, do më thënë i thu, Antonio është fantastik. Duhet i zë kështu, dhe do më thënë, atë, se ne kishim biseduar dhe përpara për Antonion, dhe ti thuaj, unë e di që është fantastik, Po, se ne na ka qellu të punonim vetëm në X Factor. Edhe kështu, ti u bërë sebeb që të zakoheshim edhe njëherë me Antonio. Shumë bukur. Antonio të kishte piketu për një 2 këngë që i ka dëgjuar nga unë. Se Antonio është një kitarist shumë i mirë. Shumë i mirë, është fantastik. Është një muzikant shumë i mirë. Dhe kur i ka dëgjuar këto këngë të mia, më thamë, ka një harmoni fantastike, si ka mundësi. Kjo është e për vete. Big up. Applauses. Mos e besoj se s'dihet se ka thënë. Edhe unë i thash, po, qëse të përqen ai të bëjmë, dhe nisëm atë që ashtu. Tani është dhe Antonio ka të njëjtin mendim me ty, që domethënë duke ardhur, duke u bë se ai që e kompozon, ai e ndjen, di çka ka bër. Po kur e dëgjojnë njerëzit fillimi është kushdo që tjetë, e dëgjon se gjë e re nuk absorbohet, nuk thithet. Kurse kur ajo merr frym, merr ato, njerëzit mësohen, atëherë fillon i zhvra veshje tjera, atëherë bëhet ajotja. Që kjo do bëhet hit, nuk diskutohet fare. Absolutisht. Po dhe që mos bëhet, ne i blejmë 20 milion. Që kanë bërë gjithë, më pëse që jemi ne. Dhe më të shojnë këto, dite këngës 20 milion. Po ne ti nxjerrim edhe çmimet. Ja, kaq kemi me fakte, kaq kemi sponsorizuar. Pa diskutim, po pse ruspiremi ne që mos ta bëjmë. Po pra. E kanë bërë gjithë, po e bëjmë ne. T'investoj unë për videoklip. Jo, vlla, investoj për shikime aty edhe mbaroj punë. Po çaj tu thon, videoklipin ta bëjmë vetë se kemi gjithë stafin me videoklipra me gjithra. Po. Edhe kështu. U kry. Njerëz u kry, që ajo do bëhet e famshme, do bëhet dhe po se të gjut fare. Pastaj mos na pyesni ku ju kanë ardhur shikimet e gjitha. Ju kemi thënë paraprakisht. Ju kemi thënë. Po qenë brenda 2-3 ditëve që shkon kështu dijeni që është një se nga donë hacker 20 milion views. Se janë ca që edhe 2 milioni kanë shumë, po. Po ç'a thotë, po ti hyke Bruno Mars ka 1.700.000 për shkak. Po futu të këta tjerë kanë 70 milion. Një që vjen nga po themi nga Bullgaria, ai ka 700 milion. Po mos e ço, kemi faktorin, mos e çon në Bullgari. Ta e kanë të vërteta. Të vërtet i kanë, ëh? Si ne që jemi të vërtet. Po unë që kam cop se suti kasi. Marketing e dashur. Marketingu është
Nuk shoh Chelsea, asgjë nga ty suksesit, më ha? në fund. Ti e ke plot për në tonë. Gazi unë jam këtu, me shikim. Të pëlqen? Bombastic side-eye. Criminal, offensive E side-eye. di. Kurse unë jam këtu, shikoj që. Këtu, ha? Ah. Pa tjetër që po. Unë, kër kam qenë i ri, më thonë kështu që je më karagjos se ky. Po thosha, ne më valla, për serioze mbaj vetëm. Asnjëherë s'kam qenë serioz. Unë jam ajo. Bisha. Do doja, do Po të s'kam vënë njërën unë atë. Nuk ke vendos mu. Po, tani e bë tamam. Di si e bërë? Si jam bërë? Me flokët shu dhe po ti bësh qik mezzo bagnato, edhe ta pish me ex verën, pastaj Janis Joplin. Po, jo nga pamja. Po flas nga kështu nga kornizat. Kurse nga pamja je si një trëndafil. Si një gonxhe sa po i ka ravesa dhe ajo po qele, ka ato petalet me pikla ujë. Kemi dhe një si avull të letë se dielli po nxjerr atë dhe ti je në këtë sfond. Ky është ajo, kjo është imazhi që do doja unë në një klip ty. Edhe Me fute në një mund. piano, do thonë edhe tjetë Në lëndin. një lëndin, po, dhe ndërkohë ato petalet që i kap ky regjizori jon ato me piklat e ujit e këto dhe një avull i lehtë që del dhe ti duke kënduar një nga këngët që kam kompozuar unë dhe teksti im. Folë sa ti këtë gjithë. Qa bëjme, mbyllim? I kena mërzit boll njerëzit. Kene që për të thënë? Po, kam diçka për të thënë që Ta fillojmë nga e para. me 5 korrik jemi në Bohum. Wow. Po, për një koncert shumë gjigant, mbi 5.000 veta në një sallë shumë të madhe. Do mbahet, është si tip musicali, është koncert që zgjat diku te 2 orë, 2 orë e pak. Ti ne i thujme të vinë dhe Po, ma. do vinë gjithë stafi atje. Patjetër. Po, Patjetër. ti sa këngë do bësh? Në Gjermani, do performoj disa këngë italisht. Italisht. Po, një nga ato është e Andrea Bocellit, Con te partirò. Do na bësh në gjë? Tani? Jo, Po, do e le ekskluzive për atje, Pak do vini fare, atje. kështu, jo këngë, pak fare një vokal, pa muzikë. Con te partirò su lacri per mari che io lo so. Zot o zot. Zot o zot. Kjo është jeta fundit. Njerëz jam me fat, po jetoj me brezin, me gjeneratën e re që është vërtet e talentuar, i ka të gjitha, do më dhe unë e shoh me xhelozit të tmerrshme. Por pozitive. Ja, prandaj rrëzohem unë edhe bëj me nisku në operacion, se më shikoni ju shtrembër. Brezi vjetër. Bo, djove dhe? Po ti e pive gjithën? S'më prite mu fare. Po, jo se më push prapëm. Po, ajo më Po edhe ti bëje si Rodina, në shen nga lartë. Qa është kjo, më bo? Stafi, ku e gjithët ka jo, më? E më fali për sinceritetin e të pruar. Kjo, bo. Së le është mood. Po mirë, ti vetë më provokon tani, mos më bëj të flasë. Kjo duhet gegnisht, nuk duhet kështu e Shqipërisë mesme se... Mas më ban me foltar. Bravo, ti vetë më bënë unë. Okej, mirë, ajde tani do më thënë fillojmë intervistën, se deri tani ishim në rregull. Shiko, u të mëru njerëzit, thënë, akoma të vërtet këta? Për të marri një qik verë ta edhe ke imja, se nuk e dim duket si kështu, si e kënga melankonike që këtë në për gotë në verë, se nuk gjeja zgjë nga ty. Tani, s'ke faj. të bëj një pyetje kështu, po e du gegnisht. Moj, e dashuru në herë?
Që janë të pyetje më ka. Pipa kthej- pipa që do thosh. Do kthej përgjigje sinqerisht. Po e du sinqerisht. Po. Unë thash du shumë, edhe du bukur. Po. Por për të dashuru, nuk besoj të jem dashuru asnjëherë. Okej. Nuk je bë e çmendur asnjëherë. E çmendur themi fare. E di pse se kur dashuroni thyn ato mure ato. Jo, si kam thënë. S'ke shku. Atëherë, I kam ngrit më lart. po, i ke ngrit. Cok, domethënë. E marrë vesh. Një shkodrane këtu. Po pres artistin të thash. E kuptova. Ti e do artist. E duam ta keq shpirtin. Të artist. kuptoj artistin. Të Po, kuptoj të artin. kuptoj, të më kuptoj mu. Se e di që jam shumë e vështirë. Po Jam ti- më e vështirë se kjo Po bota kështu verës. tjetë në për një të qingë kuptuar. gjendje këto, apo s'ka rëndësi pastaj? Po edhe pa gjendje jo. Ah. Që Po t'jemi ku- të sinqert fare. Ku ke gjendje për shumë? Po unë mendoj që njeriu duhet t'jetë ambicioz. Po. Në qoftë se është ambicioz, mund të arrijë çdo Po gjë mos që i do. gjoni, janë klishe, janë... Jo, nuk është klishe, kështu i mendoj E vërtet. kështu e mendon. Po. Po unë mendoj që për shembull në mes Mercedes, BMW dhe Lambos, këdo zgjidhje. Diti që mu më pëlqejnë makinat e vjetra, vintage, ato vintage fare. Po to kostojnë shumë, dhe dashke shumë lart murin. Jo po se klishe pra, jo po bazike, s'kam lidhje me bazike. Në i Cadillac kabriolet. E mora vesh, mbas 1000 vjetësh, kur takojmë, do të themi, qa po bën këtu, ja po pres martohet? Ajo teta jam unë. 72 vjeç të prind radhë. Mirë, e di që shumë shpejt do e gjesh atë personet dur, se Shpresoj ta ndje vibe-in, që je në atë vibe. Pse ndihet kështu kur je gati? Po tani, shiko, nuk e kanë të gjithë, nëse jemi si të gjithë, ne. Jo, pra jemi të veçantë. Ne unë, do më thënë. Ma ndërprejve, E, po, mimikën, ma bë dhe herë. I'm amazing, I was saying, ti se unë. Po unë që jam? Prit, unë isha që të kuptoj ty. Që ti e ke... Jo e gazeti ke që ke shpejt. një manipulus që se pas ke shokun. Jo, Po. është vërtet. Ujor të dashur miq. Ujorët janë manipulus. Pastaj, Imagjino gaforret. Ujor, shkodran. Tana i ban. Kur unë bëj shumë gjëra, ti e di, shumë lloj gjërash. Po. E kam nga Shkodra, me ken Shkodran, Tana i ban. Okej. Tana ma i ban. Ajo Këtë e kena, gjë- so do grop me kanë, gjithsesi e gjajmë një mënyrë për me bo Po vetë nuk me qesh. ankohen nësi e Shkodrant. Për mua ankohen boll për atë punë. Me fjalë. Po, me fjalë. Sa po ankohen, kur Por? takohen pastaj fillojnë Po, i qeshin e... Po. Pastaj rrin do të pa qesh. S'muna në mësë në lën molla. Po, Më grup, po të thëmë me kanë grup, krejt me i post tana punë Gigante. skandal. edhe kështu. Prep shumë. keme gjetë një... Por Shkodra e krijon, gjithmonë do nxjerrë diçka. Unë kisha atë, ju ledhen, po sa bukur kënonte, kur kënonim të dy aty. Kemi qenë në një kompeticion bashkë. Juli, Të përshëndesim. je dashuri, Juli, je dashuri. Juli e du fort. Kaq ishte, Juli, me që jemi në Shkodër po flasim. Se mos do të janë, më banë për gojë. Edhe kështu. Mirë pra, e mbyllim me kënaqësinë më të madhe. Unë isha Faleminderit shumë. shumë në vibe me ty.
E ke thënë 1 milion herë të fjalën vibe, isha shumë form, isha shumë i kënaqur, shumë i lumtur. Ishim amazing. Amazing. Gazi faleminderit shumë. Ishte intervistë shumë, po shumë e lezetshme edhe. Më shumë ishte bashkëbisedim. Po në fakt. Mirë, tani ne si më të mirë, po më të mirë se ne. Ska. Amazing. Okej, njerëz ju përshëndesim, ju duam fort. Vazhdoni. Shihemi në projekte. Unë nuk do të rriqem derisa ju të bëheni mbi 5 milion subscribe. Po do i blem, Gazi, do i blem, po bollë Këto nuk i ble, ke këngët, po. Ke podcasti, jo. Qatë tjetë aty qatë tjetë shkujt me dy. Qatë tjetë shkujt me? Po ne për qefe kena, ne sumë më gjo. Po të hapemi mo. Pse jo? Si bëjnë gjithë. Këto do e lëndor ju, do bëjmë një tim shumë të burë, do shqipne sa klikime do i kemi. Po t'ja hym plaga qia në të s'kemi kur ti hymë, të marrim në përgoj gjithë dënjan. E pastaj mos dalim nga shtëpia. Jo, me bodyguard. Normal. Po normal, e pse qa jemi ne? Kush jam unë? Qa kanë ato më shumë se unë? Po qa kanë?